Unë jam Zoj Krali, lindur në Oqisht në vitin 1943. Oqisti është një fshat me shumë vende të shenjtë. Satrivaçi janë dy shenjtorë të Shën Kozmaj dhe Shën Damianoj. Emri Satrivaç buron nga se dy shenjtorët që janë aty është Shën Kozmaj dhe Damianoj. Dhe ta, me qenë se kanë qenë tërë jetën, aty janë festuar, ja kanë vënë emërtesën e kanë shnuar Zveti Vraq, do me thënë doktor i shtypur. Simbas të dhënave historike që kemi ne këtu, është shumë e vjetë. Mund të jetë edhe 200-300 vjetë përpara. Unë më ka jetuar gjatë gjyshja time, që quhesha Ana Krali, edhe kjo më tregonte që ka qenë shumë i vizituar që në atë periudhë. Që është e vërteta simbas të dhënave dhe gojdhenave kështu, edhe Satrivaçi ka bërë shumë gjëra të mira, janë shëruar njerëz aty që kanë ardhur qoftë me mesë, qoftë me sëmundje të tjera, kanë ndenjur një natë, kanë ndenjur atje në kishë dhe janë shëruar. Edhe efektivisht sot ne e mirëmbajmë shumë më mirë Satrivaçin, edhe me qenë se festohen këto dy data vinë dhe këtu bën një festë me shumë njerëz që vinë nga tërë zona, nga tërë Devolli dhe nga Korça. Edhe bile këtu vinë pavarësisht janë të krishterë, janë ortodoks, apo janë musliman. E festojnë me madhështi. Aty është një vend vërtet shumë i shenjtë. Aty vinë shumë njerëz, shumë peregrinë, shumë nga larg, nga Tirana, nga Durrësi, nga çdo vend tjetër, duke patur besim se te diçka do të ndodhë atje. Edhe aty vërtet ka ndodhur mrekulliera. Aty vinë flenë natën, një natë, ngrihen të nesërmen, i rrotullojnë kishën tërjerë, mirë po kur vinë që flenë që janë të shëmurë, ka ndodhur mrekulliera. Madje nga Oqisti është një shumë e freskët bile, sa shumë vitesh, i doli në ender, ishte smurë, ishte paralizuar, rinte në krevat, doli në ender edhe i tha që më shpinin sot i vraq. E shpun aty, fjete një natë, më sabah më dajtë gëdhirit, unë rritë më kemë, ndjevi se u shërua. Doli e vërtiti të kishën, edhe u tha familjes hajde me merrni. Me besim, sepse Zoti edhe Shënan Argjendet Kozmaj Damian kanë mundësin të bëjnë mrekulliera të shëruar njerëzit. Edhe nuk janë të ralla, po ta që dhe re atje është një lisi madh. Atje vjen shumë materiale të atyre, si për shembull si nga këto rrezkat, apo një material të sajnë, ose një plaçkë, si edhe në kishë dhe kur me shojmë fjera vjen edhe këtu, apo edhe në Oqisht, apo edhe gjetke, si edhe një robe të saj dhe neve vendosëm aty në vendin e shenjtë që kemi, edhe e merr të nesmen, ashtu si shenjën shërimi, që ka besim dhe Zoti, dhe arsyeja ajo e di pse e ka sjellë, apo ai. Kështu që është një mënyrë tjetër për të besuar te Zoti, për të dhënë një farë shprese për një jetë më të mirë.